Qeni teme mirë, ku shkon njeri prej kësaj studioje? Dikush shkon në pub, dikush në kryet komunës, dikush në kuvend, dikush në të vënish. Qysh, që njerëzit? Po, Prishtina 7 minuta, më thonë, është fillimisht zona qendër ku e përmenda që për secilis pikë që tangentohen këto parkingjet nëntoksore dhe krijohen platformat e gjelbërta të ndërlidhjeve të lagjeve, në zonën qendër mundesh me ecë brenda 7 minutave ose brenda 500 metrave. Mirë po ashtu në për çdo zonë tjetër, brenda 7 minutave do të kesh qasje në çdo gjë që i nevojitet një qytetari për një jetë të mirë, një jetë funksionale. Pra për shkolla, për hapësina të gjelbërta, për qerdhe, për punësim, për transport publik. Sado që është teme mirë, kush qyshe ka vazhdu karierën, temë mbi tema, është ideja e përparim ramës që ka me pas hapësira parkingu nën toksore, mi toksore gjithandej, edhe cilin do shërbim që neve si qytetarë të Prishtinës na duhet kemi me pas veç 7 minuta largë. Përparimi ka rajt, kuptohet që është ka rajt edhe një mosdifç që e kemi pas kryetar para ti, por që rajnë kryetarët e Prishtinës nuk është lajmë. Ama, që Prishtina parkingu edhe s'din me punu kur pënën, edhe kur pënën këtë pën kundërliqëm, qëkjo i meriton do minuta. Gjykata Supreme ka bërë vlerësimin e ligjshmërisë rregullores për organizimin e shfrytëzimit të parkingjeve të komunës së Prishtinës datë 21 dhjetor 2023 dhe ndër të tjera ka konstatuar se 2 pika. Kufizimi i pagesës vetëm përmes telefonit e cënon barazinë e qasit në shërbime publike, i diskriminon qytetarët që s'kan telefon, ose ju ka harxhu bateria, ose s'kan qasin teknologji heq, ose s'dojnë me majti tutën rrezatimit. Lejimi i parkimit për vizitor në veç 2 sahat, prej 16 deri në 18 në zona rezidenciale, është i parësyshëm, cënon jetën private edhe lirinë e lëvizjes. Përjashtimi nga përgjegjësia dhe rimbursimi, që është në nenin 12 kësaj rregullore, i shkel të drejtat e konsumatorëve, duke përjashtu përgjegjësinë për dëme edhe mos kthim të pagesave në rast që ka gabime teknike. Bllokimi edhe zhvendosja automjeteve, bllokadat në rrota, kujdo që ja kanë vendos, nuk kanë pas drejt. Masat e tilla, thot Gjykata Supreme, nuk mund të merren nga një ndërmarrje publike pa bazë ligjore edhe pa vendim administrativ, atë mund me bo policia. Jo Prishtina parkingu, kjo është shkelje të drejtave për pronë dhe lëvizje. Kjo i bjen. Që Prishtina parkingu rrjedhimisht komuna e Prishtinës i ka shkel të drejtat e krejt shoferave në Prishtinë me rrethin për ma shumë se një vjet edhe e dije sa ka me vazhdu me shkel këto drejta derisa të fillojnë të zbatojnë ato që shkruan në vendim të Gjykatës Supreme. Tash, do të thonin në Kosovë shkelën drejtat e punëtorëve, drejtat e grave, drejtat e fëmijëve, drejtat e pensionistëve, drejtat e konsumatorëve, punë e madhe që shkelën drejtat e shoferëve në Prishtinë. Se keni keq. Ama, vendimi i Gjykatës Supreme është një gjë. Edhe sikur të ishte gjithçka tjetër në rregull me këndërmarrje publike, hajde ti qyshe kishim të thonë ka tash ka vendim gjykate. Ama, para vendimit Gjykatës Supreme ka një raport auditimit, që dëshmon që ndërmarrja nuk ban evidencë për anulimet e gjobave të vendosura ndaj qytetarëve, duke kriju hapësinë të madhe për vendimarrje të parsyetuar edhe të paaudituar. Edhe njerë, është vrejt anulimi gjobave, edhe kjo nuk evidentohet në sistem të mbrëmshëm të ndërmarrjes, që mund të çojë në mungesë transparence, llogaridhënie në menaxhim të ardhurave edhe të penaltive të shqiptuara, me fjalë tjera sot dush kesh që qarkullon për mu anulu gjobat, askund s'figuron. Vazhdojmë. Në disa pjesë qytetit mungon shfrytëzimi që paralajmëron zona me pagesë, po kjo nuk i ka pengu autoritetet që të vendosin gjoba. Pra, sipas auditorëve, kjo përbën shkelje dhe cenim drejtës për informim, është e pajustifikueshme. Edhe njerë, ka vene që shkruan që është parkingu me pagesë, kurse nëse parkon aty, kërset dënimi, e për anulim dënimit të pagun, ama kjo nuk evidentohet në sistem. Qyre, me rajt është një gjë, bës me kry pun gjë tjetër, me i shkel drejtat e shoferve për vite, e me punu me praktika që hoptas janë të parregullta dhe korruptive, është diçka që Prishtina parkingut që nga ka i shkom për dure, pa e bo laf. Tash, unë e di që shoferat në Prishtinë shkelin rregullat, edhe që numri aksidenteve është më i madh në rrugët tona, edhe për kokë banorin Kosovë vdesin më shumë njerëz në trafik se sa në vendet e BE-s, edhe i kemi kerrat e vjetra, veç thash le të figuron dikun që edhe shoferave jon ka ju shkelin të drejtat në çet rast për Prishtina parkingut. Mysafiri por sonte, Herullah Sheku.